praktike tek ne. Ku ke hasur vështirësi, cilat janë ato që mund të shmangen, në fakt kjo do një leksion më vete, por eksperienca tuaja personale, pastaj edhe si studius, çfarë mund të shmanget dhe çfarë mund të rregullohet? Studimin tim, doktoraturën e kam bërë për identitetin shqiptar. Edhe në natyrë më marrim pjesë edhe studimet për Kadaren, kuptohet vetëm ajo pjesë e veprave të Kadares që është që përshkruan identitetin shqiptar. Edhe kështu që i kam kushtuar një rëndësi shumë të veçantë. Çfarë duhet të rregullojmë ne? Ne i dashur dritan nuk duhet të rregullojmë as rrugët, ne nuk duhet të rregullojmë as pallatet, ne nuk duhet të rregullojmë neve duhet të rregullojmë mendjen, do të flasim mendjes kokës, ku jemi, ku e gjejmë veten. Ne nuk kemi projekte me kohë të gjatë. Ne kemi projekte me kohë shumë të shkurtër dhe ne i shikojmë gjërat shumë shkurt. Kur flas ne, kuptohet që unë kush jam mund që të përfaqësoj gjithë shqiptarët, se flas në përgjithësi me një fjalë. Nuk dua as të ofendoj njëri, as të marrë njëri për keq. Nëse ne do kemi projekte më afatgjata, nëse ne do kemi më shumë besim tek ai person që është i zoti në atë fushë. Për shembull, unë kam qejf ta dëgjoj aty në studion tuaj kur flet profesor Xhufi ose një dikush tjetër që janë njerëz me gjithmonë e kupton të zanatit të tyre. Po kur kam frikë nga ata njerëz që i din të gjitha. Kam shumë frikë dritan. Kam pasur disa herë më kanë folur gazetarë të tjerë për të marrë pjesë. Ky është sporti jonë kombëtar, të dim të gjitha. Është bërë sport shumë kombëtar dhe shumë i bezdisshëm, të them të drejtën. Imagjino ato studiot ku bërtitet dhe uluritet dhe flitet dhe nuk merret vesh, edhe e kupton, në vend që të ndalojmë të gjithë për një sekond edhe të reflektojmë për një sekond, se ka gjithmonë një diçka për të mësuar. Edhe neve, nëse do vazhdojmë kështu, e kemi marrë shumë shpejt dritan, e kemi marrë shumë shpejt. Qoftë marrim çfarë aspekti të duash edhe mund ta shtjellojmë. Këtë marrim, të marrim fen, të marrim çfarë të marrim një diçka tjetër. E kemi marrë shumë shpejt. Edhe duam që t'i arrijmë gjërat shumë shpejt. Si dhe shumë shqiptar, kolegët e mi, duke përfshirë dhe mua xhanëm, që kemi ikur në kullbete dhe donim t'i arrijmë gjërat shumë shpejt. Pse? Ne kemi këta komshin që janë anglez, edhe është brezi 4 dhe brezi 5, edhe akoma nuk e ka arritur atë që ne kemi arritur. Kjo është fitore, jemi të zotët, jemi këmbëngulës, jemi të gjitha. Mirë po, për sa i përket Shqipërisë, të kthehemi pyetjes tuaj, jemi çik nxituar, edhe nuk kemi arritur akoma ta definojmë veten tonë. Kemi kaluar, mos i kalojmë tani që para Krishtit kanë kaluar gjithë nga Shqipëria, të gjithë lanë nga një atë që quhen anglezët legacy, lanë nga një diçka të vogël në identitetin shqiptar. Tani mos të bëhemi kur i thon ti injorojmë këto gjëra se nuk janë për të injoruar. Nëse ne themi që nuk na ka ngelur asgjë nga turqit, atëre gabojmë, gënjejmë veten se kemi 14 sa fjalë që janë akoma turke. Ka rrezik në bisedën e tani kush e di se na kanë shpëtuar. Që ne të themi që nuk kemi asnjë gjë nga romakët. Prap 4 shekuj na mbajtën. Okej, derisa u larguan në shekullin e 3. Kemi marrë shumë dhe nga ata. Ndoshta ne nuk kishim fe fare, se po e marr vetëm si shembull fen. Dhe erdhën romakët në fillim dhe u bërëm katolik. Apo jo, se unë di që shqiptarët e para romakëve besonin në erë dhe në shi dhe në atë se të mbjellat e të korrë dhe si shimbullojnë si shumë të zgjuar. Pastaj erdhën romakët, pastaj erdhën gotët, erdhën ata, erdhën këta, erdhën turqit, të gjithë ata që kanë kaluar nga Shqipëria, ne për fat keq kemi qenë ata që kemi qenë, jo të zotët e vetes tonë, edhe të gjithë ata kanë lënë nga një diçka në atë ndërgjegjen tonë të shqiptarit. Edhe unë them që kjo është bërë një konglomerat i tillë tani që ne duhet në një moment të ndalojmë, ta shikojmë veten në pasqyrë edhe të themi, okay, është dy mënyra. Mënyra se si mua më percepton bota, po dhe mënyra se si unë dua ta perceptoj veten në sy të botës. Tani si dua unë ta perceptoj veten në sy të botës? Nëse unë vishem në rregull, flas në rregull, kuptohet që edhe bota mua do më perceptojë në atë lloj mënyre
që unë në një farë mënyre mundohem që ti sforcoj ata. Por në qoftë se bota ne na shikon, si është gjendja tani në Shqipëri, që ka 33 vjet sa ka, më fal, 33 vjet. Që ne quajmë tranzicion, kush tranzicioni? Kush është tranzicioni? Çfarë është tranzituar aty? Çfarë ka ndryshuar që nga ai moment? Kam frikë sa asgjë. Kam frikë sa asgjë them. Po, jam shumë dakord dhe për mendimin tim nga ajo eksperienca ime e fundit që erdha vitin e kaluar, unë i kisha dy të njohur dhe ju i dini se kam thënë edhe me atë. Shiko, e di se ku kemi marrë zhvillim të paktën në konceptin tim, meqense më ngacmove në këtë, kemi marrë zhvillim vetëm në konceptin e korrupsionit. Domethënë, e kemi zhvilluar këtë koncept, e kemi pasuruar, e kemi zbukuruar, diku e quajmë kafe, diku e quajmë një dreg, diku e quajmë një qok, por nuk kemi ecur përpara në psikologjinë tonë urbane si kom, nuk kemi ecur përpara në le të themi në qasje ndaj shoqërisë urbane, për të bërë atë le të themi sensin civik të shoqërisë. Pra, jemi ende një popullsi rurale, kam frikë për sa i takon mënyrës se si qasemi me realitetin, me botën, me shtetin. Me shtetin, kjo është shumë e rëndësishme. Të jap shumë të drejtë, do t'jap vetëm një shembull të vogël për ta ilustruar këtë se ku është bota. Përpara kryeministrit Anthony Albanese, ka qenë ai tjetri Scott Morrison, edhe shkon për një intervistë diku në Sydney, edhe rastisja aty në atë moment ishte dolën kamerat, të gjitha telekamerat dhe filluan filmonin, dhe ishte përpara një shtëpie që ai zoti i shtëpisë kishte, ne kemi se komuna të detyron, kemi 2-3 metra që është me bar dhe duhet jetë me bar aty, dhe ai sa kishte mbjell barin edhe i kishte vendosur ato kunjat edhe atë shiritin që të mos e kalonin fëmijët, kafshët ta që t'i ruan dhe me fjalë të rritej barit. Pa dashje, kryeministri i Australisë, duke qenë në presionin e kamerave, kuptohet, përballë, bën një hap mbrapsh edhe shkel me kpuc në barin e atij, në barin kuptohet, bari sapo lindur, bari e kupton imët. Ky zoti i shtëpisë tani, imagjino kamerat i kishte përballë ai kryeministri, ky zoti i shtëpisë ishte në sfondin e atij nga brapa, doli hapi derën e shtëpisë, doli përpara dhe i tha: "Hey Scotto", i foli në aksentin kështu australian me fjalë, i tha: "Çfarë je duke bërë aty?" I tha: "Je duke futur në një vend privat, në një vend privat që është i rrethuar", i tha, "dhe nuk të lejohet." E kupton, ishte transmetim direkt. Ishin shumë kanale televizive në atë moment. Ai u kthye buzëqeshi dhe ja bëri me dorë dhe i tha: "Ke të drejtë", i tha. I tha: "I lere kam të drejtë", i tha, "po dua të dhenat e bankës", i tha, "se do të dërgoj faturën." I tha ai, i ngriti gishtin lart dhe u kthye nga kamera dhe vazhdoi intervista e thjeshtë. Edhe kjo histori ka qenë e vazhduar deri në media, deri më vonë, a është paguar apo nuk është paguar fatura nga kryeministri i Australisë. Edhe fatura është paguar.